Vllaznia e futbollit për femra hell hapin e parë drejt kualifikimit për në finalen e madhe të Final Four, teksa fitoi gjysmëfinalen e parë përballë Gramshit. Ndeshja e luajtur në kompleksin sportiv Dinamo është dominuar nga skuadra kuqe-blu, por që gjithsesi pjesa e parë u mbyll në barazim pa gola. Në fraksionin e dytë, trajneri i vllaznisë Nikolin Leka nis me një ndryshim duke hedhur në fushë sulmuesen Claudia Borçi, e cila vetëm 10 minuta nga aktivizimi tund rrjetën e Gramshit. 0-1 për vllaznin, rezultat ky që qëndron në fuqi deri në vërshëllimin përfundimtare. Me këtë fitore, vllaznia hell një hap të sigurt drejt kualifikimit në finalen e madhe për titullin kampion, kualifikimi i cili pritet të zyrtarizohet pas ndeshjes së dytë, që do të luhet një javë më pas në qytetin e Shkodrës. Në ndeshjen e dytë do të rregullojmë atë rivarim atë gabimin që kena bërë, që në ndeshjen e dytë të jemi ta vazhdojmë prapë me këtë avantazh që kena. Sigurisht loja pothuajse ishte e ekuilibruar, kishte momente të mira të vllaznisë, por kishte edhe momente tona. Niveli i futbollit të femrave në këto nivele duhet të jetë. Kam përshtypjen, jo vetëm 4 ekipe, por edhe shumë ekipe tjera që të bëhet akoma dhe të bëhet futbolli më i bukur dhe të kishte, siç kishte sot tifoza që erdhën e parë të finalet, ketë në çdo lloj ndeshje të tilla emocione.